Një shpërthim i tritol ka tronditur lagjen Docë Mazi në Shkodër rreth orës së 11:35 të së martës, duke shkaktuar panik mes banorëve. Automjeti 38 vjeçari Enea Busukaj, inspektori i monitorimit në terren pranë drejtorisë hetimore të tatimeve për rajonin e Veriut, shpërtheu sapo ndez, duke plagosur drejtuesen e tij. Fatmirësisht, Busakaj ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr kujdes mjekësor në spitalin e Shkodrës. Pak minuta pas shpërthimit, policia lokalizoi në fshatin Dragoc një automjet tip Volkswagen të shkrumbuar, për të cilën dyshohet se mund të ketë lidhje me sulmin ndaj inspektorit. Grupi hetimor po mbledh pamjet e kamerave të sigurisë në zonë dhe dëshmi nga banorët për të identifikuar autorët dhe mënyrën se si është kryer sulmi. Hetuesit po verifikojnë disa pista duke përfshirë atë që lidhet me detyrën që Busukaj ushtronte në drejtorinë e hetimeve tatimore, si dhe konflikte të mundshme personale. Urimet nga policia bëjnë me dije se ngjarja mund të ketë elemente të planifikimit, pasi shpërthimi u krye në një moment kur makina sapo ishte ndezur pranë banesës, duke bërë të qartë synimin për të dërguar një mesazh. Autoritetet po vijojnë punën për të identifikuar personat e përfshirë dhe për të përcaktuar nëse automjeti i djegur në Dragoc ishte përdorur si mjet ekzekutiv.